Sapo kam mbritur një prej vendeve që pritet jetë një prej vendeve më të rëndësishme të turizmit botror. Jam në një prej 90 ishujve të Red Sea Project, projektit të detit Kuq, të lançuar nga princi i kurorës Arabisë Saudite në vitin 2017, që pritet mbaroj rreth vitit 2030, po ndoshta do vijojë dhe pak më gjatë. Bëhet fjalë për projektin më madhor turizmit në botë, $200 miliardë të investuara, një aeroport krejtësisht i ri, 2 marina, 50 hotele dhe 1000 rezidenca në një sipërfaqe prej 28.000 km2 sa Shqipëria dhe në një linjë bregdetare në detin e Kuq prej 200 kilometrash. Në një prej deteve më të bukur të botës, detin e Kuq, me një fauna nënujore të jashtëzakonshme. Shiheni kthjellësinë e ujit. Projekti është lançuar në 2017, vetëm një hotel është hapur dhe 2 tjerë janë akoma në kolaudim, 47 tjerë pritet ndërtohen. Nga 50 hotelet mendohet që 15 prej tyre të jenë ndër më luksozët e botës, me kompani nga më të mëdha si Four Seasons, St. Regis, Rosewood dhe Ritz-Carlton dhe kompani tjera. Supozohet që të jetë projekti më i madh me parat publike të fondit të Arabisë Saudite dhe mendohet të jetë e ardhmja e turizmit botror. Sipas të dhënave, nuk do të ketë në glob një zonë më luksoze, më të rëndësishme turizmit se kjo e detit Kuq. Kur shkoj në vende problematike që është shumë i vështirë interneti, e kam siguruar me 99 isim, pra me isim.